Të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar. Me të vërtet, njeriu i mirë dhe i vetëdijshëm bën përpjekje maksimale që në jetën e kësaj bote të qëndron stabil në rrugën e drejtë dhe të afrohet te Zoti i Madhrishëm. Jeta e kësaj bote është shans ku njeriu e dëshmon sinqeritetin dhe dashurinë që ka për Zotin e Madhrishëm dhe dëshirën për të bërë vepra të mira dhe për të ndërtuar jetën. Për këtë arsye, Zoti i Madhrishëm i ka caktuar njeriut obligime dhe adhurime që përmes tyre njeriu të forcohet, të konsolidohet dhe ta vazhdon rrugën e jetës në ndërtimin e saj në baza ditore, javore, mujore, vjetore dhe pse jo edhe gjatë tërë jetës derisa të del prej kësaj bote. Të ndershëm vëllezër besimtar, në përmbyllje të temës gjurmëve të agjërimit, edhe sot dëshiroj me i përcjell një 2-3 mesazhe të rëndësishme prej fjalëve të Allahut xhallahu ala dhe prej fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të ndershëm vëllezër besimtar, nuk ka dyshim se çdo adhurim apo ibadet në Islam është përcaktuar prej Zotit të Madhrishëm, me urtësinë më të madhe që e ka krijuesi, sepse Zoti është i gjithdijshëm dhe ai e din në detaje çka ju duhet, çka ju kish dashur dhe çka i duhet njeriu në jetën e kësaj bote dhe çfarë lidhje ka aspekti shpirtëror, fizik, psiqik i njeriu me adhurimet ndaj Zotit të Madhrishëm. Pra jo rastisht në Islam janë ligjet dhe obligimet, por secila prej tyre ka ndikim të drejtë për së drejti në shpirtin, ndërgjegjen dhe mendjen e njeriu, sepse janë të përcaktuara prej Zotit të Madhrishëm. Dhe agjërimi si një adhurim i madh që vetë sa dulum na prej tij, vëllezër të ndershëm, e ka përcjell një mesazh shumë të rëndësishëm te njerëzit. Agjërimi e ka ngjall zemrën, sepse në jetën e kësaj bote me një farë forme shumë njerëz jetojnë sikur se me qenë në ëndër, sikur se me qenë në gjumë, dhe nuk e shijojnë, nuk e ndjojnë, nuk e përcaktojnë dhe nuk e perceptojnë jetën siç duhet dhe sa duhet sipas parimeve të Islamit. Vëllezër të ndershëm, është përcjell një fjalë shumë interesant prej Aliut radhiyallahu anhu. Aliu thotë se i përket kësaj bote dhe botës së përjetshme. Aliu thotë an-nasu niyam, fatkeqësisht shumë njerëz këtë dunja jetojnë të përgjumur, s'ku në gjumë. Fa idha matun tabahu, e pastaj vetëm vdekja i zgjon prej gjumit të thellë. Çka ka kuptim kjo fjalë? Njerëzit jetojnë në gjumë këtë dunja, e vdekja i trazon. E dini vëllezër të ndershëm se fatkeqësisht ka njerëz që në jetën e kësaj bote as 90% të jetës se kuptojnë. Ashtu siç nuk kupton një i përgjumur që ka rënë në gjumë dhe tjerë për rreth janë qut. Kështu është jeta e kësaj bote. Ka njerëz këtë dunja që jetojnë sikur në ëndër. Në vend se ta shijojnë jetën, ta kuptojnë misionin e jetës, të hyjnë në rrjedhat e jetës, ata jetojnë sikur se njeriu në gjumë. Për shembull, keni pas raste dhe keni sigurisht një që flen dhe tjerë janë qut. Ai nuk e ndjen çka ndodh të gjallë. Kështu është jeta e njeriu. Fatkeqësisht, kështu janë zemrat e njerëzve në këtë dunja që pa kujdesia ndaj jetës i ka vënë në gjumë të thellë. E pastaj kur vjen vdekja, i trazon dhe kuptojnë se me të vërtet pas kanë jetu në jetë, por se pas kanë ndi dhe se pas kanë shiu jetën. Ramazanit të ndershëm vëllezër e kanë gjallë zemrën, që atë sinjalin ku i shpërndan frekuencat për jetën, agjërimi ka ushqy. Edhe ka thonë njeriu kujdes, se jeta është shumë e shtrenjtë, shumë e vlefshme. Mos jeto këtë jetë sikurse njeriu në ëndër, por zbrit në rrafshin real.
shijohe, kuptohe, dhe mbi gjitha kuptohe misionin pse je në jetën e bote. Ti nuk je në këtë dunja veç me hangë dhe me pi, por je për diçka shumë e rëndësishme se kjo. Është njohja e Zotit të Madhreshëm dhe përmes njohjes Zotit të Madhreshëm me kuptu realisht jetën e bote. Të ndershëm vëllezër, shumë herë e kemi thënë një fjalë dhe jo rastisht. Bota e ardhshme në varet prej punëve të kësaj bote që jemi ne sot. Ato që kanë jetu këtë jetë në gjumë do të dështojnë. Ata që kanë jetu këtë jetë të gjallë, me vepra, me argumente, ata do të fitu në botën e përjetshme. Është histori e gatë në Kur'an që ka përmend Zoti i Madhreshëm, fillimin e gjykimit e pastaj histori e gatë. Dhe në fund, sepse është histori e gatë, kur të hynë banorët e xhenetit në xhenet, edhe të ndërpritet vdekja, s'ka vdekje madje. Allahu xhalla wala thot banorëve të xhenetit, tilka al-jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Kjo është xheneti që ju e keni trashëguar se një kanë jetës e bote me punë të juaja. Ju keni qenë të gjallë dhe keni ndërtu këtë jetë me vepra gjallërie. Dhe si rezultati i kësaj që keni ndërtu këtë jetë me besim dhe vepra të mira, ju e keni zbukuruar fundin e juaj atje në xhennet. Dhe pastaj Rabbul Alemini ju thot aty në anën tjetër, Zot mos ta ban prej tyre, thot kjo është vendi që ju e keni trashëguar me veprat tuaja të këqija. Keni jetuar këtë jetë me ëndra, me pralla, dhe tash prallat janë bërë realitet, por mos suni përmisoni, dhe kjo është vendi atyre që kanë jetuar të përgjumur dhe të pangjallën jetës e bote dhe rrini se s'ka marrë zgjidhje tjetër. Pra vëllezër të ndershëm, agjërimi kanë gjallë zemrën, me kuptu se besimi është karta më e rëndësishme me cilën mund me jetu njeri këtë botë. Gjithçka mund kompenzohet për ashtim besimi. Nëse unë besimi, ke unë gjithçka. Por ndryshe njëtës e bote mund të rëzohemi sot dhe të ngritim e nesër. Por nëse ke lujt me besim, atëherë s'ka ma me qka e rinjallë dhe s'ka me qka e përmison dhe s'ki mundësi me qka me përmisu ma besimi. E agjërimi në mësoj pra vëllezër të ndershëm se këtë dunja fatkeqësisht janë dy kategori të njerëzve. Një grupi njerëzve që jetojnë këtë botë duke pa realitetin e bote, në dimenzionin çfarë është kjo jetë, dhe tu e kuptu misionin si njerëz, dhe ka njerëz të tjerë të cilët jetojnë këtë dunja sikurse me pas qenë në ëndër. 90% të jetës nuk e din, 90% të ligjeve së botës si kupton, dhe mbi gjitha se kupton arsyeën pse janë këtë botë. Dhe kështu e dekapitulon dhe fundos fatin e jetës së tij dhe në botën e përjetshme. Pra agjërimi me një farë forme na i ngjalli zemrën, besimin, na i heki maskat e falseve të jetës dhe na tha zbritni në rrafshë real sepse jeta është reale. Dhe e dyta vëllezër, për shkak të ta mbylli këtë temë, agjërimi na mësoi vëllezër se këtë dunja ai që nuk din me i çmu gjërat e vogla, ai s'din me i çmu të mëdhajat. Apo e shihni vëllezër çfarë jetë jetojnë. E shihni, elhamdulillah, sot mira i kemi. Po qysh be vëllezër një njeri të lumtur se bëjojnë mesin tonë. A do të me analizu njeri këtë fakt me thonë pse? Pse? Shumë thjesht. Sepse ai që si çmon të voglat, të mëdhajat nuk kanë me bërë lumtur. Po jemi kanë një popull vëllezër që ne kanë marrë lakmi të tjerët për lumturinë që kemi pas në familje, në shoqëri, në rreth. Ndoshta kemi pas varfëri të skajshme, por e kemi pas diktasi. Ja sot, 26 vite mas uftës, na pasuroi Zoti i Madhreshëm. Më shumë se sa që meritojnë. Na dha. Por ne jemi të lumtur. Pse? Sepse ai që se çmon të voglën e madhe i bëhet për te i bëhet goditje kundër argument. Agjërimi na mësoi me i çmu gjonat me vlerë. Edhe nëse janë të vogla. Keni pa vëllezër një pikë ujë në sofër, tu duke sikurse dunia është e jotja.
Keni pa sofrën e iftarit? Një pikë ujë, një gjysmë gotë. E ti ke thonë elhamdulillah, u kthjella, u ngjalla me një gotë ujë. Po a ke çmuti çat gotë ujë bajaret? A ja ke ditë vlerën ti çati ujë? A ja din sot? Kje ullë sofrë me qindra senet mira. A ke trokit e në ndërët ati që t'ka ushy. Allahu Gjelle Wala mi thonë, o Zot, ty ta kam falëndërimi. Ti mi ke dhonë të mira. A ke bone e. Ne po flasmi këtu vëdhezër. Në të sekonda që po flasmi, në çdo sekond, me një pjesë të botës, vdesin 3 persona për shkak mungesës ujit. A e çmojmë në këtë bëndi. Si shembull për marr ujin, sepse është temë e gjatë dhe s'po duam të pra Ramazan në mësoj me i shmu senet. O ju rini e dashur, ju që keni lind pas luftës, në në ndëgjoni. E dini që ky popull i juve që takoni, baballarët e juve, kur na ka ble dikush një tesh, natën i na çu me këshyr, është në rafta jo, pe gëzimit. Ju sot keni shumë, por dilni prej shtëpisë të hidhrun me një shtëpi. Pse? Sepse na i prishën balancimet e vlerësimit të jetës. Edhe për ata s'po ka kur gjan për neve vlerë ma. S'ka kur gjan për neve knasi. Humbi knasi. Sepse nuk ditë me çmu gjanat me vlerë. Dhe jeni dëshmitar vëllezër. I vishin festat kombëtare, vedare. Çfarë gjallërie, çfarë knatësie. Edhe pse varfri. Sot i kemi bërbandu fëmijët tonë në shumë gjana, por si kemi mësu me çmu jetën. Prandaj ai s'është i kënaqur. Edhe nëse jeton në luks. Ramazani na mësoi se këtë dunja, kush nuk i çmon gjanat e vogla, ai do të zhytet në gjanat mëdha, por do t'i kthehet jetën në bumerang. Do të jeton njëri pa shpirt, pa ndjenja. Dhe do të goditet fort, dhe jeta do t'i bëhet merr. E ne do të zbresmin rafshin real, vëllezër. Ti çmojmë gjana që i kemi. Që në pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar për shumë sene të vogla me kon falendërues te Allahu xhelle wala. Ai na ka mësuar dhe teshat ku t'i veshmi. Me ba bismillah dhe no Allah, ty ta kanë falëndërimi që ma kem blua vretin këtë dunja me këto tesha që i duun. Dhe o Zot, bana për atyre që na vesh në akhirat me teshat xhenetit. Se teshat e xhenetit janë ndryshe. Por ai cili se çmon këtë dunja një të mirë, ai çish ka me çmu nesër ahiretin. Në Ramazan vëllezër e mësu, kush a dash mësu? E mësu sa ka vlerë me çmu gjanat me. Veç imagjinohu vëllezër, më pasu në sofër të iftarin, me arë iftarin, me boj iftar, edhe mos me gjetë sofër t'i qka. Sa i shkon e anë jeta? Kishe luftu për një gotë ujë. Para kështu ka arë kjo jetë, vëllezër. Këtë probleme kemi të gjithë, sepse nuk e çmum ata që Allah na jep, dhe po të rëkasmi ndikun tjetër. Pastaj nuk i shofit mirat e të bote. Është bërë vështirë më ullë me dikant të vërimi, dhana, ka bëvdhana e njëri të lundër këtë shoqërien tonë. A ka bëvdhana e njëri që qohën sa batat elhamdulillah, kur ma misëm ka. Po gjithë tu anë ku. Gjithë. Ta konë plaka në kohë, ta konë trija në kohë, ta konë mosh mesatara në kohë. Pse? Sepse si na ti shmu. Allahu ka thonë në jetë Kur'an dhe po e mbylli vëllezër. Ndëshkimin më të madh që jep Zoti madhëshme njerëzve, ja merr lumturinë dhe ja jep pasurinë. Një prej dënimeve që Zoti e zbret në tokë, te njerëzit, ja jep pasurinë, po ja merr lumturinë. Dhe në ahiret, ka thonë Allahu në Kur'an, ju thot njerëzve, ju që keni dash pasurinë e dunjas, adhhabtum hasanatikum,
Ju i keni kry punën ma, i keni hangë të mija dënjas. S'ka ma ku shumë shiron sot. Sepse e ke shpërdor dhëntin që Allah të ka dhënë. E ke shpërdor mirësin që Allah të ka dhënë. Subhanallah. Pra vëllezër të ndershëm, dhe këtu për mbylli këtë temë që kemi fillu. Ramazani na mësoi se fatkeqësisht në këtë dunja ka njerëz që jetojnë në ëndër. Vdekja i trazon, por s'u kthehen më në jetë. Dhe ka njerëz në jetën e bote që duke i vlerësuar të mirat e Allahut Azza wa Jall, duke u dokë të mirat pak, Allahu e ndërshkon me të mëdhajat, dhe ky ma nuk ka ati këtë jetë, s'ka lumturi dhe s'ka knasi. Andaj krejt që duhet të bëjmë të dashur vëllezër, të zgjohemi, të ngjallemi dhe të fillojmë të çmojmë gjanat sipas radhitjes që kanë, dhe të kërkojmë prej Zotit Madhërisëm që të na sjellë lumturinë këtë botë dhe të na bën banor të xhenetit atë ditë kur sjellni më mesin e gjallëve në jetën e kësaj bote, sepse nuk ka më këshillues pas vdekjes, dhe nëse këshirmi varrezën vëllezër, të gjitha janë të njëjta. A mund vreni se kush është i pasur në varr dhe kush është i varfër? Kush është me autoritet dhe kush është pa autoritet? Kur të kaloni rreth varrezave, kudo që vjen, edhe këshir, a mund e din cili është i pasur i mrena? A mund e din cili është i varfri? Asnjëri s'e din. A mund e kupton çfarë bëhen ato njerëz? Ata janë atje qysh e kanë bën këtë dunja. Çka kena miell, se kjo dunja është bashkë, çka kemi miell në bashkë prandera komë çik në shesh. Nëse kena miell lula bin. Kështu është jeta vëllezër dhe kështu është ahireti. Çka të miellni këtë botë na me gjetë në ahiret, o Zot bana për atyre që kemi miell të mirën. E kemi gjetë të mirën këtë dunja dhe e gjejmë të mirën në ahiret. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.